Të kthehemi ke tema që kishim fillim apo kështu? Tani kemi ku dush. Po mbaron ndesh. Jo, një konsiderat shumë të shkurtër për atë që pyete që në fillim pse lëvizin njerëzit dhe pse peshkohen nga e majta në të djathtë. Se këtu e nisi. Nëse më lejon të them diçka që ky është një fenomen i vjetër në Shqipëri. Tani të bëj një pyetje konkrete ty, me qenë se ti po flet për e të parë. Për ty më shumë frymëzon Alçi Bllako, Alban Zeneli, Yll Sheu, Halid Valteri, Lefter Koka apo Ditmir Bushati, Pandeli Majko, Fatmir Qape? Po deshe të flasim për emra, po më mirë flasim mirë për Ishte konkrete pyetja tash. Më shumë të frymëzojnë këta apo? Padyshim të dytët. Gjithsesi vështirë kanë të frymëzojnë edhe të dytët. E qartë, por janë më po që natyrisht kanë shumë herë më tepër besim tek ta sesa tek emrat e parë që përmendë pak më parë. Po do thosha diçka të tillë. Kjo ideja e kalimit nga një ranë e tjetrës, nga një ranë e Ylberit në tjetrën, me të gjitha ngarkesat që ka kjo fjalë, është dikur ka qenë dramatike, tani është bërë komike. Ishte dramatike kur ish armiqtë e Sali Berishës në 2005 u bën bashkë me të dhe krijuan një front i cili ishte lëvizja e vetme e mundshme për të rrëzuar një regjim si ai i Nanos, i cili ishte bërë kishte vajtur në kufit e Qesharakës, me një kryeministër me sindromat e një adoleshenti që ish armiq por themelues Partisë Sali Berishës, bashkë me Sali Berishën. U rikthyen në shtëpi. Po pra, është e madh. Po. Se tash këta tjerë nuk janë rikthy këto. Po them tjetër gjë. Dakor. Ku pushteti shikoi si lodër. Ja, dhe Beata ka qenë dakord për rikthimin e Ukurgovës në LDK. Dhe u bën bashk, pra bën këtë kapërcim i cili ishte edhe ideologjik, pikërisht sepse thua edhe këtë, që u kthyen në shtëpinë e tyre dhe bën të mundur ndryshimin, bën të mundur rotacionin. Tash ti po krahason Alçi Bllakon, Alban Zeneli, Yll Sheu, Halid Valterin me Pret Zogajn, me Beni Mamën, me këto krahasime po bën. Jo, krahasimi që po bëj unë. Patjetër mos i merr prasë, tash ka emër konkret këtu. Krahasimi që po bëj unë, dhe nëse do ta dëgjoj, po ta rrithem prap, nëse atëherë ishte dramatike, pra ishte një gjë serioze, tani është komike. Kështu që ndaj vlen krahasimi që po të bëj. Jemi arritur në pikën komike të kësaj historie. Rama tentoi ta bëjë në 2009 këtë gjë me parullën e famshme as majtas as djathtas, mbetja te ku ishte, e realizoi në 2013 me kalimin në blok të LSI-s. Dhe që atëherë kalime të tilla sporadike, që po ta rrithem edhe një herë janë komike, e kanë të bëjnë me gjithçka tjetër përveç se të bërit politik. Janë njerëz të cilët e shikojnë pushtetin si interes, pushteti josh, dhe krijohet dhe bëhet thjesht për të krijuar idenë se nga shkon fryma e fitore, sepse ja po vinë edhe këta njerëz. Nuk kanë vlerë elektorale, kanë bindje këtë gjë, nuk kanë ndonjë vlerë elektorale, përveç sa zonave të vogla, që mund të jenë si Lefteri në Durrës, si feudet mori mandate Lefter Koka në Durrës. E vështirë të verifikohet ajo e mori Lefteri mandatin Durrës, sa vota mori Lefteri dhe sa vota u dekurajuan nga ardhja e Lefterit, nëse e themi më thellë se aq nuk është dekurajosh më shumë. Pikërisht për. Dhe kjo bëhet për një arsye, thash edhe një herë, janë të gjitha llogari politike të cilet nuk kanë as seriozitet, nuk kanë as vlerë, nuk kanë as një bazë morale për të mbajtur. Kësaj radhe ka kaluar çdo limit, për shembull, historia e një kandidate në Vlorë, të cilës Rama i kujtonte mirë që ishte ke çadra e Lulzim Bashës në 2017-ën, është ndoshta emblema e kësaj historie, sepse kur kujton çadrën e Lulzim Bashës, mund të kujtoj se si ka haruar çadrën e tij të 2010-s, kur protestonte me uri kundër Sali Berishës me 200 ca veta, nga të cilët pothuajse asnjë nuk e shoqëron Ramën në rrugtimin e tij në pushtet. Rama ti thua i do çadër, po do çadër e kundërshtarëve. Jo, unë po të them që ky është problem moral. Ky është problem moral. Është problem pazari apo nuk është problem moral? Këtë pra po të them pra. Mungesë morale nëse do ndryshe. Dekurajon të tut,
I nënshtron ata dhe më tepër se u thua nëse ti nuk je plotësisht me mua, nëse ti shfaq një nuancë kundër meje, ja ku e kam kundërshtarin apo mercenarin e radhës. Që vjen këtej, i ke si monedha këmbimi dhe që të them edhe diçka tjetër që të tregj vëmendjen. Ti ndoshta e di mirë çim që nëse dështonte negociata e 2023 me në atë kohë ka qenë me Lulzim Bashën, i cili kërkonte 10 deputetë të sigurt në listat e këtyre zgjedhjeve që vinin. Dhe në këmbim të saj jepte vulën e jepte edhe Ke seriozisht këtë që e thua? Më shumë se seriozisht. Tani një sekond. Tani në rregull. Ti thua që nuk është. Jo, vetëm një gjë. Ti thua kjo është gjëja më aprofesionale ka pasur në rim publik nga dita e parë që Selebrisha ka dalë kundër Lulzim Bashës deri në ditën e fundit. Kushdo përveç ti. Kushdo përveç ti. Tani për po të them. Ka pas. Më dëgjoj pra. Kushdo i përdos përveç ti. Ja pra këtu është thelbi. Këtu është thelbi. Dhe tani, ja do të jap një video tjetër. Është për të që po thua ti. Pikërisht për këtë po. Nxjerr pak videon. Jepi audio. Po ku jem nasip, ku jem burre, po mirë mulla, kaq partia ke disa as për pikot vers vjet, po ti edhe qytetar mulla. Por pinje ju i do të verë, që apo ke altë dhe shpallin armik. Ti i shpallur, nuk i shpallur akoma, po ti në listje për armik. Ku jem, Allah, nga shkatrolla. Shive qikë, shive. O nasip, o më folti. Jo, ky është pak kështu, është nuk ka kuraje, si këtë më do vjen. Kurajo ka i, po ka atë burnin që do që ta vrasin me xhelis, pastaj më shumë e ka vrarë Lona, me ka thonë të Lona gurin para këtij, kupton ti? Po nasip. Mi me 2 metra burr. Ne god vërnë ditë, raki s'ka parë, naftoi ditë burr. Hajde. Të përshëndesim vëlla. Ti je mirë. Tash pa pikë miraku se po shkel etikën, Berat. Këtë lloj palaqe kemi për kryeministin. Katastrofë domethënë. Ky lloj palaqe është për kryeministin. Ai që ndoqë mandat e vet në Burg. Ai që kishte guxim ai është në Burg. Nasipin e përdoi mandat dhe iku në fund vet se erdhën këta na votutën dhe na besutën. Ja këtë lloj palaqe kemi kryeministin. Dhe thua ti nuk, kë nuk frymzon. Po frymzon vërtet është. Ka është dakord Berati, po me Berishën thot i takon atij të rrisë, s'keni tjetër. Jo s'keni tjetër. Ta mbani Ramën thotë. E kum pas një moment që do të qenë se kemi edhe shumë audiencë nga Kosova dhe po më shkruajnë, ma futën një herë videon se. Ja, veç pak se do të më thoni san. Do thuaj pas edhe herë videon, edhe herë videon. Po ku jem nasip, ku jem burre, po mirë mulla, kaq partia ke disa as për pikot vers vjet, po ti edhe qytetar mulla. Por pinje ju i do të verë, që apo ke altë dhe shpallin armik. Ti i shpallur, nuk i shpallur akoma, po ti në listje për armik. Ku jem, Allah, nga shkatrolla. Shive qikë, shive. O nasip, o më folti. Jo, ky është pak kështu, është nuk ka kuraje, si këtë më do vjen. Kurajo ka i, po ka atë burnin që do që ta vrasin me xhelis, pastaj më shumë e ka vrarë Lona, me ka thonë të Lona gurin para këtij, kupton ti? Po nasip. Mi me 2 metra burr. Ne god vërnë ditë, raki s'ka parë, naftoi ditë burr. Hajde. Të përshëndesim vëlla. Ti je mirë. Berat. Edhe batuta vëlla që është Elir Metës. Si je vëlla?